Përshëndetje të nderuar miq, dua të komentoj edhe pse është shumë vonë, por isha duke ndjekur momentin e Eglit edhe të Gjestit në sauna dhe nga një bisedë që gjithmonë situata e tyre shkon në acarim dhe në agresion, derisa ne u bindëm që marrëdhënia e tyre ishte shumë e bukur, ishte e shkëlqyeshme, ato po kalonin shumë bukur bashkë. Por gjatë kohës kur Gjesti dhe Egli po bisedonin në sauna, u acaruan edhe situata agravoi ku Egli u mërzit edhe u largua nga sauna, duke i thënë Gjestit që ti nuk je i guximshëm, por dhe Gjesti i thonte Egli që ti je frikacake, dhe Egli në këtë debate nxori që Gjesti e ka puthur në buzë në sauna, duke e bërë hamam të gjithë vendin. Dhe kjo nuk kupton që sipas Eglit, Gjesti nuk ka guxim t'i vënë gjërat publikisht. Ajo u mërzit shumë me Gjestin, për faktin sepse Gjesti gjithmonë mundohet që ta nxjerrë atë sa më keq, dhe nuk është mashkulli që do t'i puth edhe do të kaloj momente të bukura me të, sepse ja tha direkt në fytyrë që akoma nuk e ndjej, ndërsa Gjesti thonte që ti isha duke të shpjeguar njeriun tim, por ti si gjithmonë je kjo Egli që po bën namin.